Çfarë po ndodh me dosjen e 21 janarit? Sot u mësua që Berisha është thirrur në SPAK për të paraqitur ditën e premte. Doktori thotë që nuk ka njoftim. Ka thënë tani e pyetën gazetarët dhe tha nuk ka njoftim. Si ka mos i tani? Që nuk e njoftojnë doktorin. Ta herën e parë nuk e njoftojnë. Nuk e di nëse më dëgjoni? Po? Atëherë nuk mund të jap përgjigje dot përse zoti Berisha pretendon që nuk ka një fletirje. Personalisht nuk kam dërguar fletirjen që i është dërguar zotit Berisha dhe besoj unë ta shfaqin në ekranin tuaj. Sipas dokumenti që disponon. Tani jemi mirë, tani në këtë moment, po. Atëherë, nuk mund të jap shpjegim dhe nuk mund të gjej dot arsye pse zoti Berisha pretendon se nuk është thirrur në lidhje me ngjarjet e 21 janarit, sepse dokumenti i thirrjes së tij në prokurorinë e posaçme është bërë tashmë publik, i është dërguar në datën 7 nëntor dhe duhet të paraqitet në datën 14 nëntor morën 10 në ambientet e prokurorisë për të dhënë shpjegime si person që ka dieni për rrethanat e hetimit. Dhe kjo fletërje e prokurorit posaçëm Albert Sheu i është drejtuar zotit Berisha në 3 adresa. Në adresën e banesës së tij në rrugën Mustafa Matohiti, në Kuvendin e Shqipërisë për shkak se ai është deputet i Kuvendit dhe po ashtu edhe në selinë e Partisë Demokratike, për sa kohë që zoti Berisha ushtron edhe detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike. Kështu që në këtë aspekt ai pavarësisht pretendimeve e ka marrë fletërjen e prokurorisë posaçme dhe duhet sipas ligjit të paraqitet ditën e premte në orën 10 për dhënë edhe shpjegimet e tij në lidhje me ngjarjet e 21 janarit. Pra, sigurisht që ti nuk mban përgjegjësi çfarë thotë doktori, por dhe ne nuk mund të besojmë që doktori fshihet nga SPAK-u tani, e kupton? Se ata e kanë thirrur dhe ai duhet ta ketë marrë vesh, përderisa e morën vesh ne. Nëse nuk ka rëndësi ky moment, tani unë po të pyes ty, po njerëz kalojnë shumë aty që janë në Klodi? Sepse jam në punë zoti Rakipi. Jetë e vendi punës. Se kalonin shumë popullat aty, pash. Çfarë hetimesh po zhvillohen konkretisht, zonja Lala, a ka prova të reja? Atëherë, duhet kemi parasysh që prokuroria posaçme u bën lëvizje pas një kallëzimi të bërë nga eveja Alex Nikës, e cila pretendonte që dosja nuk ishte hetuar tërësisht dhe që duhet të hapej nga e para me qëllim që të identifikohej autori i vrasjes së bashortit të saj. Fillimisht prokuroria posaçme nuk e nisi hetimin në lidhje me këtë çështje. Edhe njerë përpiqur regjia për të ndihmuar që Klodi të ketë një zë më të qartë dhe më të plotë. Atëherë, prokuroria posaçme i nisi hetimet në bazë një kallëzimi të bërë nga eveja e Alex Nikës. U dërgua fillimisht në SPAK çështja, por pas SPAK-u shpalli mos kompetencën dhe ja kaloi prokurorisë Tiranës. Çështja u dërgua nga familjarët e viktimës në gjykatën e lartë, dhe gjykata e lartë gjeti kompetente prokurorinë e posaçme për të hetuar ngjarjet e duhshme të 21 janarit. Në momentet që u gjet kompetente, prokuroria e posaçme administroi disa prova të reja, sikurse janë edhe komunikimet në radio, të cilat janë dorëzuar tashmë në prokurorinë e posaçme. Komunikimet në radio kanë të bëjnë me komunikimet me zyrtarëve të Gardës së Republikës dhe zinxhirit drejtues, dhe pikërisht në këto momente po hetohet e lidhur me kush e dha urdhrin për ngjarjet e duhshme të 21 janarit. Pra, nëse flasim për autorsi në lidhje me Hekuran Detën dhe për Alex Nikën nuk ka autor të vrasjes, ndërkohë sa i përket vrasjes Faik Myrta dhe të Ziverveis janë dënuar 2 nga zyrtarët e Gardës, siç është Andrea Pendi dhe Agim Lupo. I pari me 1 vit burgim dhe i dyti me 3 vite burgim. Pra 2 nga ngjarjet janë të zbardhura, 2 të tjera mbeten pa autor. Por fokusi i prokurorisë posaçme lidhet pikërisht me faktin se kush janë njerëzit ose personi i cili urdhëroi Gardën të qëllonte mbi protestuesit gjatë demonstratës së duhshme të 21 janarit të vitit 2011. A keni informacion për persona të tjerë që do të pyeten? U tham në fillim u pyet Lulzim Basha, në cilësinë e ish-ministrit brendshëm të asaj kohe, ish kryetari i Partisë Demokratike më pas, dhe po persona të tjerë përveç Lulzim Bashës dhe Sali Berishës tani. Edhe persona të tjerë që kanë qenë ish deputetë e Partisë Demokratike, janë pyetur ish zyrtarët e lartë të Gardës së Republikës, është pyetur zoti Basha, të premten pyetet zoti Berisha, por që dosja të hetohet tërësisht dhe të konsiderohet e plot, do duhet të thirren dhe të pyeten edhe organizatorët. Por deri në këto momente nuk kam informacion nëse organizatorët e protestës së asaj kohe, që rezulton të jetë kryeministri i vendit zoti Edi Rama
por po ashtu edhe zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste. Deri në këtë moment nuk kam informacion të jetë firmosur një fletire në adresë të tyre, por që të konsiderohet një hetim i plot dhe tërësor, patjetër që krahas fakti krahas ministrit të brendshëm, kryeministrit të kohës, ish kryeministri zotit Berisha, do duhet të pyeten edhe organizatorët e demonstratës së dukshme, të cilët mund t'japin informacion lidhur me mënyrën se si organizua demonstrata, sepse e tillë ishte, çfarë ndodhi, përse qytetarët i lanë më pas në derën e kryeministrisë dhe organizatorët u larguan, çfarë nuk shkoi në atë protestë dhe deri tek momenti i fundit kur edhe ndodhen vrasjet e 4 protestuesve. Lala, ju jeni një gazetare njohur e kronikës në këtë seksion, një eksperte si thua e gazetarisë. Dhe ç'është mendimi tënd nëse të pyeson se apo e hap pak vërtet këtë problem apo thjesht po heton për shkak se u detyrua nga gjykata e lartë? Unë mendoj që sa i përket urdhëruesve të kësaj ngjarje do të jetë shumë e vështirë që prokuroria e posaçme ta zbulojë, sepse do duhet të ketë prova shumë të forta në momentin që zbulohet urdhëruesi, automatikisht akuza që ngrihet është ajo e vrasjes për shkak të cilëve të veçanta, çka do të thotë që për shkuar më pas tek dënimi që është burgimi i përjetshëm është një ngjarje e cila kërkon shumë provueshmëri. Ndërkohë sa i përket ekzekutorëve, patjetër që prokuroria po mund të ecë në drejtim, për sa kohë që edhe plumbi që është nxjerrë nga trupi Alex Nikës është dërguar në një nga laboratorët më specializuar jashtë vendit në Itali dhe normalisht mund të ketë edhe të dhëna që mund të ndihmojnë prokurorinë, pra të dhëna që vijnë nga autoritetet e huaja për të zbardhur sa i përket cilësisë së ekzekutorit, pra personit i cili ka qelluar. Por sa i përket urdhëruesit, do mendoj që do të jetë ose më saktë është një histori dhe kapitulli mbyllur. Megjithatë, hetimet do duhet na tregojnë qartë edhe saktësisht se ku do të ndalet konkretisht prokuroria, do të ketë ndihmë nga jashtë, sikurse ka ndodhur gjatë procesit të parë dhe çfarë do thonë dëshmitarët, sepse kemi drejtues të Gardës së Republikës apo zyrtarë të lartë, të cilët janë edhe në detyra të rëndësishme. Njëri prej tyre është Agron Malaj, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, i cili ka qenë i pranishëm gjatë ngjarjeve të dukshme të 21 janarit, i arrestuar në atë kohë dhe i liruar më pas në sallën e gjyqit, që normalisht ka informacion sa i përket urdhëruesve por edhe dinamikës së ngjarjes ose gjithçka që ndodhi brenda ambienteve të kryeministrisë në 21 janar 2011. Kështu që duke qenë se ka dëshmitarë të cilët janë tashmë edhe në Kuvendin e Shqipërisë, kjo mund të jetë vetëm një mundësi, nëse ai do zgjedh për shkak të flasë dhe trofehet, mund të ketë edhe të dhëna apo një panoramë tjetër të kësaj ngjarje. Nëse do të mbetet më pas vetëm tek dëshmitë e gardisë, unë mendoj që do të mbetet vetëm në nivelin e ekzekutorit. Lala, ju në atë kohë ku ishit? Ishit aty te vendi i ngjarjes, po? Po, kam qenë në gazetën shqiptare dhe kam mbuluar nga afër protestën bashkë me kolegët e gazetës shqiptare. Kemi ndonjë pyetje për Lalën mentor? Mentor Nazar, ku ka? Përshëndetje Klodi, cili është roli ose e reja sipas jush që sjell vendimi i gjykatës Strasburgu? Pra duket sikur ai e ka kualifikuar, ndonse nuk është në gjithë ato atributet e veta, por e ka atribuar thuajse plotësisht atë që ka ndodhur si një vrasje shtetërore. A është ky një fakt i cili implikon rihapjen e çështjes apo thirrjen? Po. Ndjes se nuk u kuptuan për shkak të lartësisë. Atëherë, që është një vrasje shtetërore, në fakt nuk do të fishë prisnim Strasburgu, sepse është një fakt që ndodhur para godinës së kryeministrisë. Ekzekutorët, 2 prej cilëve janë dënuar, janë zyrtarë Gardës Republikës, kanë bërë dënimin e drejtësisë, pavarësisht se dënimi ishte qesharak. Pyet ketë një standard zeri. Fakti që zoti Berisha Mbaj vetëm Lalën në ekran sepse është më mirë zeri. Prokurorisë së përgjithshme në atë kohë, patjetër që gjithë elementet e bënin atë një vrasje shtetërore dhe një ngjarje shtetërore. Por në kuptimin juridik, vendimi i gjykatës Strasburgut nuk është se i shërben hetimit. Pra do të thotë që në aspektin e pritshmërive të publikut e ka arritur pritshmërinë, patjetër që ka thënë me të lëndët dhe ka thënë mistikisht një gjë që në fakt thuhet këtu në Shqipëri, por kur e thot Strasburgu sjell një tjetër qasje, por në kuptimin e provueshmërisë do të jetë prokurori posaçëm nëse kjo dosje dërgohet në gjykim, i cili do duhet të përballet me të gjitha provat e fakte, do duhet të gjejë ato, të provojë, do duhet të ngrejë akuzën zyrtare, kështu që provueshmëria e përket ekskluzivisht prokurorit të çështjes, në rastin konkret është zoti Alfred Sheu, dhe do duhet të presim se deri ku do ta vijë ai të shkojë me provueshmëri, me provat, fakte, dëshmitë e tjera me radhë. Kështu që çështja e vendimit të Strasburgut e shikoj më shumë si një
flamur që mund ta marrin palët në proces për të thënë që kjo është një vrasje shtetërore për ta përdorur politikisht në një farë mënyrë për të qetësuar edhe familjarët e viktimave, por vetëm kaq. Ndërkohë sa i përket procesit penal është një çështje që i përket tërësisht prokurorit të posaçëm. Kemi? Denis, ti sigur kishe një pyetje. Jo, unë kam një dilemë për rolin e zonjës Sinarama, ish kryeprokurores së Republikës, që nuk e mori vetë përsipër ta hetoi ngjarjen, por ngriti një grup prokurorësh dhe nga një person që duhet ngrinte dhe të mbronte akuzën, u kthye dhe u shndrua një person e akuzuar, ne dimë tani këtë histori dhe do doja dija nga Klodi për shembull çfarë mendimi ka në raport me këtë çështje me pozitën e zonjës Sinarama. Atëherë, unë kam të njëjtin mendim që besoj do duhet ta kenë edhe prokurorët e posaçëm, zoti Dynjaja, do duhet që të pyetet nga ana e prokurorëve të posaçëm në lidhje me çështjen, ky qëndrimi. Pra duhet merret dhe Inarama në pyetje apo jo? Po patjetër. Sipas me duhet të merret. Okej. Pra do thotë ajo do duhet të ndriçojë atë që është konsideruar si presion nga qeveria për të ndryshuar kahjen e çështjes apo për të mos zbuluar përfshirjen e niveleve të larta të qeverisjes apo jo. Ky është një ndryshim në llojin e hetimit. Megjithatë ka dhe një çështje tjetër, nëse më lejon Ylli, një pyetje tjetër. E fundit, po. Faktori kohë, pavarësisht se ne e dim që ato janë një numër i kufizuar prokurorësh të posaçëm, do 20, që do duhet merr me gjithë ato akuzat që vijnë nga opozita, ato që hetimet që nisin kryesisht apo nga me burim institucione të tjera. Megjithatë faktori koha se kur zgjidhet që të rihapet kjo çështje apo të thirren dëshmitar kaq të rëndësishëm si zoti Berisha është një faktor i rëndësishëm. Dhe po krijohet ideja që ka një republikë prokurorësh, domethënë po krijohet republika prokurorësh e konsoliduar dhe ajo synon pra që të jap një lloj shahu politikës madhe, marrëveshjes pozit-opozit. Dhe krahas zonjës Balluku po goditet dhe zoti Berisha, pra është dhe një lexim i tillë, pra ky tempizmi, kohë e zgjedhur politike, është komplet analizë politike, unë fund një çështje që është analizë politike. Unë mendoj që zonja Rama do duhet jap shpjegime lidhje me këtë çështje. Është qëndrimi pa ndryshueshëm, e kam thënë që në herës, shumë përpara se sa Strasburgu pretendonte për vrasje shtetërore. Kaq mund të them lidhje me këtë. Klodi, edhe diçka, që jemi te ky momenti teknik. A mendon se Ina Rama ka qenë në kushtet e mosveprimit për sa i takon përgjegjësisë së saj direkte si kryesuese e prokurorisë përgjithshme? Pra ajo nuk arriti dot që të mbledhë. Ta vazhdojmë të flas Klodi tani dhe ta vazhdojmë te këtu. Po. Po të kthehemi në pas, po, patjetër që po. Ka qenë në pamundësi për të patur një reagim të tillë, por në kushtet e kohës.